Prezantuesi dhe producenti i njohur Turian Hyska ka ndarë së fundmi mendimet e tij për formatin më të ndjekur televiziv në Shqipëri, Big Brother VIP, gjatë një interviste në emisionin Andale të Dalina Buzit. I njohur për projektet e tij të shumta në televizion dhe për eksperiencën e gjatë në prodhime argëtuese, Hyska nuk kurseu fjalët e mira për ekipin e Top Channel që realizon këtë spektakël gjigant. Big Brother i Top Channel për gjykimin tim është gjëja më e mirë realizuar ndonjëherë në atë sektor. Nuk është aq e thjeshtë sa mendojnë njerëzit. Është një format merrsisht i vështirë, u shpreh ai. Tutje theksoi, për këtë heq kapelën din ta bëjnë atë. Mëtej, Turiani pranoi se do të kishte dëshiruar të ishte pjesë e një projekti të tillë në rolin e moderatorit. Por një mundësi e tillë nuk i është ofruar deri më tani. Atë do të doja ta kisha bërë unë një herë. Nuk më kanë ofruar ndonjëherë, shtoi në vazhdimsi. Këto deklarata kanë tërhequr vëmendjen e publikut, sidomos duke ditur se Hyska është një ndër figurat më aktive në televizionin shqiptar, me projekte dhe formate të tjera argëtuese që kanë fituar popularitet të madh ndër vite. Nëpërmjet komenteve të tij, Hyska shfaqi respektin profesional për një format që ka dominuar ekranet dhe ka shndërruar personazhet pjesëmarrëse në yje të vërtet të showbizit shqiptar. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.